Ate që do bëjmë në Shqipëri nesër, ta bëjmë sot në vetën tonë. Do modernizojmë partinë tonë. Dhe ky është një kusht, po një kusht tjetër është organizimi. Partia Demokratike për të ripërthëni ka nevojë për një riorganizim të plotë. Instituti Republikan, dhe unë e falëroj me këtë rast drejtorin rajonal të këtij instituti me shumë mirënjohje, ka përgatitur një platformë të shkëlqyer të organizimit të Partisë Demokratike. Së bashku do ta jetësojmë atë platformë në çdo aspekt të saj. Partia Demokratike është partia e seksionit. Është partia e seksionit. Ndaj dhe ne rikthehemi tek seksioni për ripërtritjen e tij, për fuqizimin e tij, për armatosin e tij me mjetet më të fuqishme të teknologjisë bashkohore në mënyrë që të përmbush detyrat e tij. Në këtë ripërtritje dhe organizim, ne do bëjmë çdo gjë. Të hapim partinë drejt vlerave në gjitha nivelet. Por do bëjmë diçka tjetër shumë të rëndësishme, duke njohur problemet tona, defektet tona. Ku janë? Ne duhet të ridimensionojmë me shpejtësi rolin e trive dhe grave në Partinë Demokratike. Të rinjt janë energjia, të rinjt janë forca, të rinjt janë gjithçka, gjëja më e çmuar për çdo forcë politike. Gratë janë shumica. Shumica jo vetëm numerike. Jo. E thash një ditë të një mbledhje. Duhet ta pranojmë. Duhet pranojmë realitetin. Janë shumica intelektuale e kombit sot.